Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Ky muaj i bekuar dëshmon se feja nuk është dhunë dhe as presion, por është shpresë, është dhe mëshirë. Këtë mëshirë që e përfitojmë nga mësimet që i Madhi Zot zbriti për njerëzimin. Për të folur më shumë rreth kësaj teme, Ramazani, muaji i mëshirës, kemi të ftuar profesorin e medreses Jakub Çunaku. I nderuar, mirë se erdhët. Mirë se u gjejmë, faleminderit për ftesën. Atëherë, për të filluar me pyetjen e parë, ku Ramazani quhet muaji i mëshirës dhe çfarë kuptimi real ka kjo për njeriu dhe shoqërinë? Bismillahirrahmanirrahim. Më lejoni që në fillim të takimit ton të uroj këtë muaj të shenjtë Ramazanit, juve këtu në studio dhe të gjithë atyre të cilët po na ndjekin nëpërmjet ekraneve televizive, po dhe të gjithë besimtarë musliman kudo që janë këtu në trojet tona etnike shqiptare, po dhe në diasporë, duke lutur Allahun që të keni agjerim të lehtë dhe të pranuar tek Zoti fuqiplot. Jemi në këto ditë të muajit të shenjtë të Ramazanit, një muaj i begat, një muaj të cilin Zoti fuqiplot i ka ngrit vlerën shumë lart krahas muajve të tjerë brenda vitit. Është një muaj të cilin është quajtur me plot të drejtë muaji i theksuar rahmeti Allahut, mëshira e tij në këtë muaj. Andaj Ramazani në konceptin e tij, në bërthamën e tij, në esencën e tij, është në tërësi rahmet. E Allahu fuqiplot këtë rahmet sikur e shtrin tek robërit e tij të cilët në një farë forme apo tjetër janë të ngarkuar nga përditshmëria e jetës e tyre, janë të sfiduar me probleme, e Zoti sjell si një lloj freskie në shpirtrat e besimtarëve musliman. Ashtu qysh edhe pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një rast kishte thënë që if'alul khayra dahrakum, bëni mirë gjatë gjithë jetës suaj. Ta'arradu li nafahati rahmatillah, ekspozoni ose bini pre e fladeve të rahmetit Allahut fuqiplot. Fa inna lillahi nafahatu min rahmetihi yusibu biha man yasha. Se Allahu xhaleshanu ka momente, çaste të fladeve të rahmetit të tij, me të cilat i përshkon disa që dëshiron Allahu fuqiplot. Andaj gjatë gjithë vitit Allahu fuqiplot e ka rahmetin prezent, por më të theksuar e ka gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. E rahmeti Allahut fuqiplot në raport me individin, me siguri që është në disa fusha, në disa perspektiva. E para prej tyne, sikur individi cili e gjen veten të ngarkuar me përditshmërinë e jetës së tij, e gjen veten të lodhur nga puna, nga angazhimet e ndryshme për të siguruar ushqimin për familjen dhe për vetveten e tij. E gjen veten të sfiduar me shumë ideologji i lodhur, po ndoshta edhe i ngarkuar aty këtu me lëshime. E ky është muaji i rahmetit ku njeriu reflekton në raport me vetveten e tij dhe e gjen që pa marr parasysh këto sfida, pa marr parasysh këto probleme, pa marr parasysh gabimet dhe lëshimet tona eventuale, është rahmeti Allahu xhaleshanu i cili i përfshin të gjitha këto dhe i fal. Ashtu qysh na ka tregu pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë që kush agjeron muajin e Ramazanit me besim dhe me bindje në shpërblim tek Allahu fuqiplot, i falen të gjitha gjunahet. Andaj në këtë rast sukurgjen një lloj reflektimi në vetveten e tij që un kam Zot, e di që Zoti im më gjen një pretekst për të më falur dhe nuk gjen ndonjë pretekst për të më dënuar. Në raport, rahmeti Allahut me shoqërinë është mëse i theksuar për faktin që shoqëria sikur në këtë Ramazan e shikon në tërësi komunitetin shoqërinë me sytë e skamnarit. E para që do të kishim folë është një farforme empatia në raport me të varfërit. I pasuri nuk e përjeton agjërimin si ndjen, por ka përvojë personale. Dallon kur themi është një ndjen e kur është një përvojë. Dhe kur e shef që
uria dhe etja e dominon fizikun e të pasurit, është më i vetëdijshëm në raport me ata cilët privohen gjatë ditëve dhe muajve të tjerë. Dhe kësaj Ramazani sikur reflekton një mëshirë duke thyrë barierat e klasave të pasura dhe të varfra dhe i bashkon ata në mes vete. Në pikpamjen tjetër, sikur e hasim që shoqëria ka nevojë për afrimin e marrëdhënieve me njëri tjetrin. Me siguri që puna e përditshme, ngarkesat e ndryshme, presionet në punë mund të na ngarkojnë dhe në ndonjë moment të caktuar mund të mos ta kontrollojmë vetveten tonë. Andaj edhe shpërthejmë. E kjo është muaj ku duhet të theksuar më shumë rahmeti ynë për faktin që jemi agjerueshëm dhe nuk e kthejmë të keqen me të keqe dhe nuk e ofendojmë dikën nëse ai na ka ofenduar neve, por ne gjithmonë duhet jemi ata praktikues të cilës qysh na ka mësuar pejgamberi ynë Muhamedi alayhis salam, që ka thonë thuaj unë jam agjerueshëm. Andaj, sikur marrëdhëniet tona afrojmë njëri tjetrin duke pasur në parim bazën e mëshirës dhe faljes ndaj njëri tjetrit për gabimet tona eventuale me njëri tjetrin. Në një raport tjetër social është edhe ku shtrihet dora e ndihmës tek njëri dhe tek tjetri. Afrohemi, sikur ky muaj e ka kodifikuar ndihmësen materiale sikur në asnjë muaj tjetër. Që kemi rastin e zakatul fitrit apo të nxjerrjen e zakatit tek disa besimtarë musliman. E mbigjitha na tregon që pa më parasysh pasurinë që ke, pa më parasysh pushtetin që ke, duhet me shtrit dorën me ndihmu vllautën, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi jon Muhamedi alayhi salatu wasalam, që thot imani nuk e kanë të plot ata që bin të flinë dhe fshiu i tyre ka mbarkun jo të ngopur. E në këtë rast, ndoshta kisha pas dëshirë ta sjell një shembull shumë praktik që na lidhet me Ramazanin, siç është rasti ku pa marrë parasysh pozitën që ka pas Ebu Bekri si udhëheqës i gjithë besimtarëve, ai ka gjetë kohë që të delë në ndihmë atyre që kanë nevojë. Një rast na tregon Omer ibn al-Khattab, shoku më i mirë i Ebu Bekrit, i cili thotë çdo ditë kur falnim namazën e mëngjesit sabahut, Ebu Bekri pas faljes nxitonte edhe dite nga xhamia. Një ditë ndodhi kështu, mund ta kuptoja. Ndodhi ditën e dytë, të tretën dhe kështu me radhë. Dhe më shkoj mendon do ta përcjell. Shikoj se çfarë po vepron, ka po shkon. E ndjeka hap pas hape dhe vreta kaloi thot Medinën, hyri në një shtëpi para rrënimit, qëndroi disa kohë aty dhe doli eci. Pasi doli Abu Bekri hyri mbrana e takova një plak, e cila ishte e verbert dhe që nuk mund të lëvizte. E pyeta, i thash, kush ishte më herët këtu tek te? Tha nuk e di, po është një njeri që vjen çdo herë në mëngjes herët, ma pastron shtëpinë, mi pastron rrobat dhe ma përgatit ushqimin. Thot u ula edhe mendova gjatë, duke thonë që o Ebu Bekër, i ke lodhur ata që po të ndjekin ty. Në një farforme e ka ngrit standardin e bamirësisë në nivel shumë të lartë. Andaj, kjo na lidhet neve në disa premisa. Premisa parë është që tregon që mëshira është akt praktikues, nuk është vetëm ndjen. Ai mund të realizohet vetëm në momentin kur na e fusim praktik, siç ka ndodhur me Ebu Bekrin, i cili nuk ka pranuar vetëm ta di që ndodhet një rast i një gruaje të vjetër e moshume, e vetmume, po shku dhe ka po veprimet e tij. Ose na del në pa ana tjetër këto që pa marr parasysh që pozitën që kemi brenda shoqërisë tonë, në Islam na mëson që sa më lart që kemi pozita, duhet të zbresim sa më poshtë në shërbim për masën. Ashtu siç ka bë edhe Ebu Bekri fal rahmetit tij. Dhe treta, do ta kemi në konsiderat që çdo veprim të mirë bujarie që të buron nga ndjenja e mëshirës në raport me njerëzit, nuk ka nevojë të kemi kamera, themi kushtimisht, po e të bëhet vetëm për hatër të Allahut fuqiplot. Andaj këto dy premisa e shoh reflektimin e mëshirës qoftë në raport me individin ose në qoftë në raport me shoqërinë. I nderuar profesor, pra mëshira prek pari individin,
pastaj dhe shoqërinë. Dhe këta dy sikur i lidh mes vete. Përmendëm më herët një koncept, realisht dy koncepte, Zoti mëshirues, pra, dhe në anën tjetër ndëshkues. A duhet ta perceptojmë Zotin si mëshirues apo si ndëshkues? Zoti fuqiplot është ai i cili ka cilësu vetveten e tij me shumë emra të bukur dhe me shumë cilësi. Dhe emrat e tij të parë të përmenden në Kur'an janë dy cilësitë e Allahut, Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Allahu është i gjithë mëshirshëm dhe Allahu është mëshirplot. Allahu fuqiplot, ajetin e parë të shkruar në Kur'an e hasëm besmelen, respektivisht ajetin e parë të surës Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirplot. Allahu fuqiplot, fjalin e parë drejtuar babës tonë Ademit alayhi salam, pasi që i është futur shpirtin në trupin e tij, ka qenë rahmet, ku ka thonë të mëshiroft Zoti yt. Andaj rahmeti Allahut për neve është gjëja më kulminante dhe më e rëndësishme. Zoti fuqiplot ka dhe dënimin. Mirë po, ne si besimtar musliman duhet gjithmonë të shikojmë nga aspekti optimist i shpresës, sepse Zoti fuqiplot përderisa ne jap si momente të qarta siç është Ramazani, dëshiron që ai neve të na lidh me një mundësi ideale që ai neve të na falë. Zoti tenton që gjej arsyet qofshin edhe të vogla për të na falur neve, dhe Allah fuqiplot gjen edhe arsye për cilat me na fut në xhenet. Andaj mëshira e Allahut është shumë më primare sesa dënimi. Mirë po, këto gjithmonë dietarët musliman kur kanë folur në këtë aspekt, kanë duhet të ketë një balancim në predikimin, në komunikimin e teksteve fetare hyjnore dhe parimet e Islamit, ndërmjet edhe inkurajimit, respektivisht përmendjet e ajeteve të rahmetit dhe të mirave të Allahut, dhe të kërcënimit aty ku përmendet ajetet ku dënon Allahut dhe të xhenemit. Tek disa kategori të njerëzve ka ndikim më të madh pjesa e rahmetit, por tek disa ndoshta ka ndikim më të madh në kthimin e tyre tek Allahut edhe pjesa e kërcënimit. Andaj në varësi se cilën edhe e shfrytëzojmë. Profesor, për të vazhduar në pyetjen e radhës, si është shfaqë Islami mëshirën gjatë Ramazanit ndaj atyre që gabojnë, ndaj atyre që nuk munden, por edhe kanë vështirësi jetësore? Si mund shpjegohet kjo më qartë? Ramazani i ngjan sikurse një shkollë ku lënda kryesore e asaj shkolle që mësohet kurrikules është mëshira. Andaj nga ky pretekst kur Allahu xhaleshano edhe pse na ka obligu agjerimin, prap kjo është rahmet dhe mëshira Allahut fuqiplot, ashtu siç ai e ka përkufizu brenda një ajeti tek agjerimi ku ka thonë yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allahu dëshiron për juve lehtësim dhe jo vështirësi. Ose siç kemi në një ajet tjetër në Kur'anin Kerim ku Allahu thotë ma ja'ala Allahu fi dini min haraj. Allah nuk bën diçka në fe që t'ju ngushta juve, që vështirësa juve. Ose siç kemi një pjesë të ajetit koranor, prapë në surën Al-Baqara ku Allahu thotë la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nuk ngarkon askën për te mundësive që ai ka. Duke nisur nga këto ajete koranore, Ramazanin e shohim lehtësim. Lehtësim ku dalin në pa mëshira Allahut fuqiplot. Edhe pse ka obligu këtë akt adhurimi, agjerimi për besimtarët musliman, ai prap ka leju dhe ka liru disa kategoritë që të mos agjerojnë. Siç vije fjala ku thot Allahu fuqiplot, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Kush është i sëmur apo në udhtim, agjeron aq ditë më vonë. Ai i cili sëmundja e tij e prolongon shërimin ose e përkeqëson situatën shëndetësore, agjeron masi të shërohet ose eventualisht nëse nuk shërohet asnjëherë, jap një fidje ushqimore. Njashtu edhe për udhëtarin i cili pasi kthehet në shtëpinë e tij, jap një agjeron aq ditë sa i ka prisht. Kjo një lloj lehtësimi. Një lloj lehtësimi tjetër e nxjerrim edhe në atë për disa kategori për të shtyrët në moshë, për plesht cilët nuk mund për me agjeru. Thot, wa alal ladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dhe ata cilët im mundon dhe nuk arrin që të agjerojnë, ata për një ushqim ditor. Rahmeti Allahu del edhe te kategoritë që janë te gratë shtatzëna,
apo to që japin gjithë fëmijëve të tyre që janë të liruara nëse rrezikohet fryti në barkun e tyre ose beba e vogël nga mungesa e ushqimit. Në anën tjetër, Allahu fuqiplot ka theksuar rahmetin e tij në raport me të gjithë ne, të cilët gabojmë natën edhe ditën. Bëjmë gabime të vetëdijshme, po edhe të pavetëdijshme. Allahu fuqiplot sikur don të na thotë neve që kur mos hum shpresën tek rahmeti i Allahut fuqiplot. Sado që gabimi ynë të konsiderohet i madh, rahmeti i Allahut është edhe më i madh. Andaj ata që harrojnë bie fjala gjatë agjërimit dhe han nga harresa diçka ose pinë ndonjë ujë, duhet ta kuptojë se agjërimi i tij është i vlefshëm sepse kjo është dhuratë prej Allahut fuqiplot, sepse Allahu fuqiplot e ka ushqyer shpirt, e ka ushqyer trupin me këtë ushqim duke mos e penalizuar shpirtin. Andaj në këtë kontekst e shohim se kjo është mëshirë. Anën tjetër e shohim mëshirë për gabimet tona, siç e kam theksuar më herët, që Allahu fuqiplot pa marrë parasysh gabimet që kena, është momenti më delikat, më i rëndësishëm që t'i kthejmë Allahut fuqiplot, ku amnestia e tij, ku falja Allahut fuqiplot dhe mëshira e tij është e pakufishme. Qysh ka thënë pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që Allahu në çdo natë të Ramazanit fal, amneston njerëz nga zjarri i xhenemit. Andaj nuk është e rëndësishme çfarë kena bërë në të kaluarën dhe sa herë jemi rrëzu. Sa është e rëndësishme vullneti për të ringritur. Sa gjënoha kena bë, nuk ka shumë pesh, ama ka rëndësi dëshira vullneti më i kthyja Allahut fuqiplot, se Allah i pranon penduesit dhe i fal gabimet e tyre. Profesor, për ka lutë një koncept tjetër, si mund shpjegohet se Ramazani nuk është një muaj presioni, por është një muaj që bën ngritje shpirtërore? Ramazani nuk është si një ambient ushtarak, ku ka vetëm urdhëresa, po mbi gjitha Ramazani trajton dhe kalit shpirtin e njeriut me vlera morale dhe etike. Në asnjë rrethon nuk ka ngarkesa, nuk ka vetëm urdhresa, po dëshiron që të jap mundësi që njeriu ta pasojë nga brendësia e tij, jap mundësi që atë ta kalit në shpirtin e tij, në mendjen e tij, ta bëjë të gatshëm të ballafaqohet me jetën dhe të jetë kontribut dhënës për vendin dhe shoqërinë ku ai jeton. Në këtë kontekst, kur folëm rreth kësaj pikës, e gjejmë që rahmeti i Allahut është i theksuar edhe në këto pika. E para, sikur Zoti fuqiplot do të na tregon që qëllimi më fisnik i agjërimit është që personi të jetë i ruajtur nga lëshimet dhe gabimet dhe nga fjalori i tij. Para çka do doja për me vu thekst në këtë është nëse marrëm e kërkojmë në tërë Kur'anin një ajet i cili do të na përmbledhte, do të na përshkruante më së miri një agjërues, do ta gjenim ajetin kuranor ku Allahu fuqiplot thot: "Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Robërit Allahut të cilët ecin mbi sipërfaqen e tokës me modesti, kur fyhen nga të padijshmit, nga ignorantët, ata thojnë paqe. Andaj Ramazani është paqe. Pa marrë parasysh se si ballafaqohemi në asnjë rrethon, nuk duhet që të replikojmë me ata me të njëjtin fjalor, edhe kur të na sulmojnë, edhe kur të na kritikojnë. Po dhe nëse na ofendojnë, është përmbajtja jonë. Duhet ta kalitim vetveten tonë në përmbajtje. Kështu edhe për te Ramazanit? Patjetër se po, kjo është vetëm një pjesë ndërsa të lidhna me në aspektin psikologjik, ku edhe psikologjia e njeh këtë çështje shumë mirë, ku e kanë një përmbledhje të kjo pjesa ku njeriu i cili arrin melon diçka qendrore, siç është ushqimi dhe pija, për një qëllim më fisnik, e ka lidh brendësinë e tij që ta ketë në kontroll unin e tij, egon e tij. Andaj, kur tregohet që në momentin ku njeriu e bën një veprim të tillë, arrit ta ushtrojë dhe ta kalit pjesën e përpar me trunit, e cila pjesë merret kryesisht me ndërtimin e vendimmarrjes së individit për çështje të caktuara në jetën e përditshme.
Dhe nëse një person arrin sipas psikologjisë nga 21 deri në 30 ditë ta ushtron këtë çështje, ai arrit që t'i vë në shërbimin e tij dhe në kontrollin e tij të gjitha egot dhe t'i flakos të gjitha tmetat. Ai arrin të jetë vetvetja e tij. Dhe këtu Ramazani del në pa ku personi në fjalë arrin që të tash shpërfaq atë fuqinë e agjerimit, nëpërmjet të saj e kontrollon vetveten dhe është paqësor dhe është fjalë mirë dhe mbi gjitha është vepër mirë. Profesor, nëse Ramazani ka kaq shumë shembuj mëshire që elaboruar deri më tash, çfarë mund të thuash për Allahun, krijuesin, i cili e ka ligjësuar këtë mëshirë? Nëse Ramazani është një lëm nga rahmeti Allahut fuqiplot, atëherë burimi dhe uji është i pandalshëm. Zoti fuqiplot e ka cilësuar vetveten me Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Është i gjithëmëshirshëm, është mëshirëplot. Atë na tregon më së miri një hadith të cilën e përcjell pejgamberi alayhis salam fjalët e Allahut fuqiplot, ku na ndan në pa njëshën nga 100-shi. Ky hadith, fjalë e Allahut e transmeton nga pejgamberi alayhis salam, hadith kutsi, ka thënë Allahu që kam ndarë rahmetin tim në 100 pjesë. Një nga ato kam zbritur në tokë që të mëshirohen njerëzit, shtazët, shpezët dhe çdo gjë tjetër. 99 pjesë të mëshirës kam ndarë vetëm për besimtarë për botën e përtejme. Tash kur e shohim që ky muaj shenjtë Ramazanit, kjo butësi e cila po dominon mesin e besimtarëve tonë, kjo afërsi ndërmjet njëri tjetrin, kjo dashuri e theksuar dhe raportet të ngrohta familjar dhe fëmijësore janë pjesë e atij 1%-shit, atë çfarë mund të imagjinojmë edhe në 99 pjesë të rahmetit të Allahut fuqiplot të ndara në mënyrë ekskluzive për ata besimtarë që besojnë Allahun dhe praktikojnë urdhëresat dhe distancohen nga ndalesat e tij. Anën tjetër, Allahu fuqiplot kur ka fol për rahmetin dhe ka cilësuar vetveten e tij, ka thonë në Kur'anin Kerim: "Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Thuaj o robërit e mi të cilët keni ngarkuar veten me lëshime, gabime, mos humni shpresën tek mëshira ime. Është ajeti më shpresdhënës, ka thonë Ali radiallahu anhu në Kur'an. Për të gjithë ata cilët janë të zhytur në gabime, në mëkate, në lëshime, kurrë nuk vëmë shpresën tek Allahu fuqiplot. Ai është i mëshirshëm. Zoti fuqiplot gëzohet shumë kur secili prej nesh i cili është i zhytur në mëkate dhe në lëshime, i kthehemi me pendim dhe pendesë Allahut fuqiplot. Ai pranon pendimin ton. Allah ka rahmet shumë. Pejgamberi Muhammed alayhis salam në një ngjarje na tregohet në një luftë, në një udhtim ku një grua e cila kishte humbur fëmijën e vet dhe varaponte për ta gjetur fëmijën e saj, pasi ta gjen, e merr fëmijën, e afron në gjoksën e saj, ulet dhe jep të ushqej. E pejgamberi këtë rast dëshon të jap shokëve të vet një mësim dhe këshill e cila do të mohet me deri në fund. E u thot: "Çfarë mendoni? Kjo non ka zemër me hudh këtë fëmijën e vet në zjarr?" Thonë: "Nuk ka mundësi, o i dërguari i Allahut." E shohën çfarë ndjenjet dhe mëshmërisë dhe të rahmetit pat nona për evladin e vet, për fëmijën e vet. Nuk ka mundësi. Pasha Allahun, Zoti ka mëshirë për neve më shumë se sa kenon për fëmijën e vet. Andaj Ramazani është një pasqyrë e plot e cila reflekton tek rahmeti i Allahut fuqiplot. Andaj dietarët kanë thonë, përderisa jemi të bindur që Allahu është më i mëshirshëm për ne se sa prindërit ton, atëherë nuk kemi drejt të kthehemi tek Allahu fuqiplot. Andaj ky muaj është muaj i rahmetit, Zoti është i yni dhe është i gjithëmëshirshëm dhe duhet gjithmonë të jemi afër tij. Por për të qenë afër tij janë disa parakushte nëse kam kohë të përmbledh shkurt. E para, duhet të jemi vepër mirë. Qysh ka thonë Allahu fuqiplot në Kur'anin Kerim: "Inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin." Rahmeti i Allahut është afër për vepër mirët. Nuk mjafton vetëm të themi,
po duhet veprimi. Ose duhet jemi praktikisht të mëshirshëm në atë mas që dojmë të jemi të mëshiruar nga Allahu fuqiplot. Jemi të mëshirshëm me prindrit ton, me fëmijët ton, me rrethin, në atë mas na mëshiron Allahu fuqiplot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna, ata të cilët kanë mëshirë, yarhamuhumur rahman, i mëshiron Allahu fuqiplot. Bëni mëshirë në tokë që t'jeni të mëshiruar tek Allahu fuqiplot. Dietarët kanë thënë një fjalë shumë të mëshme, në aq sasi sa shpreh dhëmshmëri dhe mëshirë ndaj njerëzve, në aq sasi absorbon dhe merr mëshirë nga Allahu fuqiplot. Dhe e fundit krejt na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam që të lutemi, ta kërkojmë rahmetin e Allahut, ku ka thonë Allahumma ighfirli, o Zot më fal mua, warhamni, më mëshiro mua, wa alhiqni birrafiqil a'la, dhe më bë të jem në shoqërinë e njerëzve të mirë në botën e përtejme. Inshallah Zot na bën pyetje Rabi. Profesor, falenderoj shumë për elaborimin e kësaj teme në mënyrë të veçantë, me shembuj konkret për të qenë qartë për gjithë ne mëshira e Madhit Zot në çdo aspekt mundshëm. Andaj të falenderojmë jashtëzakonisht jashtëmose. Faleminderit shumë, ju uroj shëndet dhe agjërim të pranuar, ibadetet të pranuar tek Allahu fuqiplot. Shikues të nderuar, me kaq përfundon emisioni i sonte. Deri në emisionin e radhës, paqja e Allahut qoftë mbi ju.